24 vjeçari shqiptar Albion Metlekaj është dënuar me 4 vjet burg nga Cambridge Crown Court më 31 tetor për posedim me qëllim shpërndarjeje të drogës së klasit A, drejtim të rrezikshëm të automjetit dhe ratisje nga kujdesi ligjor. Ai gjithashtu u ndalua nga drejtimi i makinës për 3 vite e 9 muaj. Sipas policisë Suffolk, më 5 korrik 2025, oficerët e Sentinel West Team lokalizuan një Audi A7 të zezë të lidhur me shpërndarjen e drogës në Suffolk. Automjeti nuk ndaloi kur ju kërkua dhe filloi një ndjekje e rrezikshme, gjatë së cilës u përplas një makinë tjetër, duke shkaktuar dëme të lehta dhe pothuajse u përplas një këmbësor. Pas ndjekjes, Metlekaj, i cili ishte pa patent dhe pa sigurim, u arrestua. Gjatë ndjekjes, një çantë u hodh nga makina që më pas u gjet dhe përmbante rreth 250 qese me kokainë me një vlerë të pritshme prej rreth 12.500 pound. Pas arrestimit, Metlekaj u arratis nga spitali ku po trajtoi, por u riarrestua 8 orë më vonë pas një kërkimi të gjerë në zonë. Mike Sperling nga Sentinel West tha: "Është shumë kënaqësi të shohim këto substanca të dëmshme të hiqen nga rrugët tona me Metlekajin të arrestuar, ndjekur penalisht dhe të dënuar për krimet e tij. Ishte vetëm me fat që askush nuk u lëndua nga drejtimi i tij i rrezikshëm." Operacioni u udhëhoq nga Sentinel West Team, njësi që bashkëpunon me 2 ekipe të tjera për të parandaluar aktivitetin kriminal të organizuar dhe për të rritur sigurinë rrugore në Suffolk.